parti i sulmit, pasi aty pothuajse kemi 0 minuta në këmbë cilësore. Pse e them këtë gjë? Mbrojtja, porta dhe mesfusha janë pak a shumë të njëjtat që kemi menduar. Strakosha në port, Gjimshiti, Ajeti, Hysaj, Mitaj. Po, këta në sulm pse s'kan luajtur? Në sulm sepse shqetësimi i sulmit është ky. Nuk kemi lojtarë që i mësuar të kemi. Rimana, që ishte pyga kryesore e Silvinjos, është dëmtuar për 2 muaj dhe nuk luan dot ditën e sotme. Mirlin Daku, gjithashtu që i shënoi polonistë në ndeshjen e kaluar, është dëmtuar, nuk luan dot. Pra, kemi në repartin e sulmit një Armando Broja, që zakonisht bën krahun e djathtë, po mbetet për tu parë. Që gjithmonë dhe tani vjen i dëmtuar, ka luajtur shumë pak minuta me Burnley, 3 minuta ka luajtur me Burnley në Angli. 3 minuta, po të mira, ama. Kemi një Ozuni që në Amerikë sapo ka nisur sezonin. Dhe kishte bërë atë rastin për ti. Atë rastin, një rast shumë të bukur. Kemi pastaj në krahun e majt alternativa ku Nedim Bajrami, edhe ai nuk ka minuta me Rangersin fare, Harbor Hoxha që gjithashtu nuk ka minutat e dura me Dinamon e Zagrebit. Pritet për të parë se çfarë mund të bëjnë, pasi risia në listat e Silvinjos janë përveç se mbrojtësi Plana dhe Pilo, që janë të grumbulluar me kombëtarin dhe do të jenë gati për sfidën e sotme. Pritet dhe Muçi me Mehmetin. Tani dilemat më të mëdha janë këtu. Çfarë do të bëjë Silvinjo, çfarë do të vendosi me këta lojtarë? Do ta nisin nga minuta e parë, do të vinë nga Astoli, po themi ato që u pan disi në stërvitje. Muçi që luan në Turqi. Muçi që luan në Turqi. Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti luan në ligën e parë britanike, pra janë 2 lojtarët më në formë të kombëtares tonë, thon kjo. Por mbetet për të parë se si do të futen në formacion, nëse do të jenë që nga minuta e para apo nëse do të vinë nga Stoli. Referencat nga stërvitja thonin që mund kemi edhe një skem 4-3-3 ku Broja mund të jetë në krahun e djathtë, Nedim Bajrami mund të luajë si një 9 fals, me logjikën që mund të ndihmojë dhe në mesfush, por edhe pak në sulm, dhe Harbor Hoxha në krahun e majt. Por sigurisht që formacioni është dilemë që vetëm Silvinjo e di dhe ndoshta dhe ai. Prandaj shkreti ka 2 muaj pa gjumë. Kështu thot ai. Sigurisht që nuk e besojmë se është fizikisht e pamundur, por kështu që dilemat e mëdha ai ka Silvinjo për formacionin dhe nuk ka faj, pasi është sulmi ai që shqetëson më shumë. Kurse thash, mbrojtja, porta dhe mesfusha janë pak a shumë të njëjtë. Megjithatë, Flavë duhet theksuar që ditën e sotme 3 lojtarë janë lënë tribun për duelin e sotëm. Është Yasir Hasani, ai që ka shënuar super golin e Polonit, po Hasani ka këtë kleçkën që nuk ka luajtur në Iran fare pasi është lufta. Hasani ka ardhur në Shqipëri. 3 javë ka lufta apo Po, nuk ka minuta në këmbë. Është pa minuta. Para 3 javëve çfarë bënte? Nuk është se ka qenë, pastaj kampionati i Iranit nuk është në një cilësi aq e lartë sa Hasani, për të thënë vërtet ne ka humbur vend titullarit me kohë në Shqipëri, te kombëtarja jon. Ka informacione që ka pasur debate me Silvinjo kohë më parë, pse nuk luante, prandaj është futur Broja në krahun e djathtë. Pra Hasani është lënë në tribun, Gripshi është lënë në tribun që aktivizohet me Rubin Kazani dhe ky mund të ishte alternativë për krahun dhe mbrojtësi Caka. Kështu që janë 3 lojtarë që janë lënë në tribun dhe nuk do të jenë ditën e sotme. Nga krahu tjetër pastaj Plana dhe Pilo spikasen që janë risi në listën e kombëtarës, janë thirrur për herë të parë të dy mbrojtës që e njohin disi edhe polonik, kështu që mbetet për të parë çfarë do mund të bëjë kombëtarja jon. Nuk shihemi as pak si favorit. Le të shpresojmë te mrekullia. Do ketë ndeshje kthimi për këtë? Jo, kjo është vetëm një ndeshje që zhvillohet si finale. Kjo është gjysmëfinalja e parë play-off, që do thotë do të luajmë. S'kemi shanse më? Ndeshja shkon si një finale botërori. Në rast se mbas 90 minutash ne dalim në barazim, do të shkojë në kohën shtesë dhe në rast se as koha shtesë nuk e zgjidh, do të shkojmë në 11 metërsha. Pra është gjysmëfinalja e play-offit. Që ka përjetë vdekje. Është përjetë vdekje, prandaj dhe ne kemi çik shpresë se themi një ndeshje është mund të ndodhi që një gol dhe hajde mbrohemi, pra kemi disa alternativa dhe ne, por nuk kemi italiane. Rasi pellën që fillim edhe mbyllu mbrapa. Mbrojtja është pikë forte jona, kështu që dhe mund ta provojmë thjesht hallësi të gjejmë golin. Do zoti, por mbi gjitha para se të shpresojmë për fat në ndeshjen e sotme, kemi nevojë të shpresojmë për ligj ndaj shqiptarëve, simbolet tona nuk duhet të shqetësojnë askënd, ndoshta përveç disa kafshëve specifike dhe mbi të gjitha ndoshta është momenti për një rizgjim të ndjenjave tona kombëtare, jo vetëm në stadiume, por edhe në të drejtat tona, siç është rasti që do ndjekim në këto momente. Dhe me këtë video do mbyllim. Faleminderit shumë që ishe me mua. Do riflasim këtë ndoshta nesër nëse ndodh mrekullia, përndryshe do bëjmë sikur s'ka ndodhur, por nuk bëjmë dot sikur s'ka ndodhur ky incident me shqiptarët në